Boksieri shqiptar Lorent Murati ka shënuar një fitore të rëndësishme në meçin e zhvilluar para pak minutash në Vjenë të Austrisë. Murati arriti të mposhtë kundërshtarin e tij, serbin Radomir Jovanović, duke treguar përgatitje dhe superioritet në ring. Meçi, i cili u zhvillua në kryeqytetin austriak, ishte një sfidë e rëndësishme për Muratin, i cili ka një përvojë të gjatë në boksin profesionist. Ai u tregua më i fuqishëm dhe më i saktë në goditjet e tij, duke dominuar kundërshtarin në shumicën e raundeve, që në fillim të duelit Murati imponoi ritmin e tij, duke mos lejuar Jovanovićin të zhvillonte lojën e tij. Gjatë gjithë meçit Murati shfaqi një formë të shkëlqyer fizike dhe taktike, duke bërë qartë asynimet e tij për të vijuar me fitore në karrierën e tij profesionale. Kjo fitore e radhës tregon për kushtimin dhe punën e tij të vazhdueshme në këtë sport sfidues. Karriera e Muratit është e pasur me përvoja të shumta në ring. Deri më tani ai ka zhvilluar mbi 21 ndeshje, duke regjistruar 11 fitore dhe 11 humbje. Me këtë sukses në Vjenë, ai synon të përmirësojë bilancin e tij dhe të forcojë pozitat e tij në skenën ndërkombëtare të boksit. Fitoria e tij kundër Jovanović vjen si një motivam i madh jo vetëm për të, por edhe për tifozët shqiptar të boksit, të cilët e ndjekin dhe e mbështesin atë në çdo sfidë. Murati shpreson që ky sukses të jetë vetëm një hap drejt sfidave edhe më të mëdha në të ardhmen, ku ai synon të arrijë nivelet më të larta dhe të sfidojë kundërshtarë edhe më të fortë. Në një deklaratë të shkurtër pas meçit, Murati u shpreh i lumtur për fitoren dhe falenderoi të gjithë ata që e kanë mbështetur gjatë rrugtimit të tij në këtë sport. Ishte një sfidë e rëndësishme për mua dhe jam shumë i kënaqur që arrita ta fitoj. Falenderoj trajnerin, familjen dhe të gjithë ata që më kanë mbështetur, tha ai. Kjo fitore e re e vendos Muratin edhe një herë më pranë objektivave të tij në boksin profesionist, duke konfirmuar aftësitë dhe përkushtimin e tij ndaj këtij sporti. Boksieri shqiptar tashmë do të vijojë përgatitjet për sfidat e ardhshme, me synimin për të vijuar me rezultate pozitive dhe për të ngritur më lart emrin e tij në arenën ndërkombëtare të boksit profesionist.